Kryeministri nuk la të flisje. Ti do të thoshe diçka. Jemi shtresa më pa mbrojtur. Po për çfarë? Për çfarë? Ulo. Çfarë do të thoshe? 3 muaj në vit fermeri duhet mbrohet. Thash, muaj maj qershor kur kemi në shitje, malli që na konkuron do t'i ngrejë referencën në dogan, që mos ta sjellin tregtarit çitet malli i vendit. Dhe 10 janar, kaq bënte qeveria, që ka shumë të thjeshtë. Nuk ka as shkencë se Gjermani do të sjellë patatet e ne. Ne nuk çem dot atje. Se pranon. Turku bie mall te ne, ishte vështirë shkoj malli jon jashtë. Në një kohë që është më i mirë nga malli tyre. Tani ngrihet një fermer i vërtet, që nuk ka vajtur atje sepse është i tyre, është i grupit edhe i kanë thënë se çfarë thotë. Edhe do të thotë një fjalë, thotë, po na mbysin produktet që importojnë. Nuk e shesim dot produktin ton, se na mbytën tuajt. Dhe kryeministri nuk e dëgjon fare. Me ndërpreu para sezon fola me të botën tim, nuk më lat sqarosha. Ai iku pastaj. Tani është shumë e thjeshtë. Mase kjo që po sugjeron, mase nuk bëhet dot, por minimumi që mund të bëj kryeministri i Shqipërisë është ta dëgjojë të paktën. Pastaj ti thotë që shiko se nuk bëhet kjo. Dhe të japi një propozim tjetër. Dhe ti thotë shiko se nuk e ndalojmë dot në mallin që hyjë në Shqipëri, sepse ka marrëveshje me Bashkimin Evropian edhe me të tjera. Por mund të bëjmë një gjë tjetër. Mund të subvencionojmë, sepse arsye pse malli vjen nga jashtë dhe vjen më lirë se ai që prodhohet në vend është sepse fermerët në vendet e tjera të Europës, po të vendet afër, si në Serbi, Maqedoni, në Greqi, subvencionohet, që do të thotë qeveria një pjesë të parave të buxhetit e merr dhe ua jep fermerëve. Ky është subvencionim, por nga që në Shqipëri jo vetëm që nuk subvencionohet nga parat e buxhetit shtetit, por dhe parat që vinë nga jashtë nga Bashkimi Evropian, në vend që të shkojnë tek fermerët e ndershëm, shkojnë tek kryetarët e bashkive. Këto i partë to, kush në pushtet ato do i marrin, nuk do i marrën. Si me pas. Jo, i thashun kryeministrit, shikoje listën e AZBR-s, 80% e kanë pushtetarët. 80% listës. Dhe 20% qofse mund të jetë një fermer do jetë spontanistet, kam mik ty apo kam atë. 80% janë pushtetarë. Pushtetarë. Ja theti këtë. Po kujt ngre ulu thoshte më, ule. Kjo punë ka qenë, është dhe do jetë shef. Dhe do jetë, është e pa, nuk ndryshon. Fare. Jo, për të fare nuk do ta lëm ne, po nuk ndryshon dot. Po ti pse ngritet zërin atë kur kjo nuk ndryshon? Se ti e ngritet. Po shko. Ai sa mund, se ti nuk je në parlament. Po tani dakord. Po dhe ti një herë të erdhi. Jo, dhe tani ka ardhur këtu mua. Pritja them një dy fjalë. Dhe parlament 10 deputet janë, se të tjerët janë kuklla. Nuk varet s'kishte fare. 10 janë, 10 deputet janë. 10 janë që bëjnë zhurmën, tjerët janë për kartonat e shil. Nuk thash në gjë të madhe shef, to janë dinë që i dinë gjithë populli. Jo, ti the një gjë të madhe, ti the të vërtetën, sepse të garantoj unë që në publik nuk del kjo. Në publik, në lajmet e televizioneve që dihet se kush i kontrollon në ndikimin e kujt janë, del propaganda e Tiranës. Si thon fermerët punëtorë dhe ndershëm, shqyr që kemi krahët tona, se t'ishte për këta, do na kishte marrë lumi. Apo jo? Shimbaror me kohë. Por në këtë rast sigurisht kemi një gjë për cilën duhet jemi krenar. Zotëria nuk u dorëzua, pavarësisht se ishin të gjithë socialistë, një pjesë e mirë ishin patronazhist, pavarësisht se u kërcënua dhe u keq trajtua dhe u sulmua, nuk heshti, ngriti zërin dhe tha një të vërtetë. Dhe këtë duhet bëjmë gjithë. Duhet të themi të vërtetën, nuk duhet dorëzohemi.